haram. Shembull pra po të marrim një komponent. Se kishte më shpyt ky komponent. Hajtë mirë sa? 2, 4, 5, 1, fenoli. Pra, karboni i 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5, 3 nitro, fenol. Tjetër, çka përmend reakcionet? Për reakcionet e hiperkarburat aromatike, respektivisht benzeni. Sa lloj reakcione mund të ketë? Sulfonimit dhe alkilimit. Çka thamë? Përgjithsisht çfarë reakcione mund të jenë? Ose benzeni ka reakcion të Benzeni ka në përgjithësi reakcionet e substituimit. reakcion të substituimit. Çka thamë? Për reakcionet e substituimit janë karakteristikë të hidrokarburit e ngopura. Pra edhe pse benzeni mund të jetë ose është hidrokarbur i pangopur, por reakcionet janë të ngopura, reakcion i substituimit. Pra halogenim. Çka do të thotë halogenim? Halogenim është për benzeni reagon me halogenuar, ose me katalizator. Pra halogenuar në prezencën e katalizatorëve. Katalizatorët më të ndryshëm janë fluoruri i hekurit edhe bromuri i hekurit. Si bëhet atakimi i unazës së benzenit nga elektrofile? Tham, substituim. Pra substituimi elektrofil në bashkëtesën respektivisht në unazën e benzenit. Çka ka? Bëhet zhvendësimi i hidrogenit në ndonjë atom apo grup atomik. Pra pam reakcionin e përgjithshëm, elektrofilja se si mund të reagojë. Pra benzeni pra si elektrofile, morën brom. Dhe prezencën e katalizatorëve. Bromur i hekurit, pra atrativës. Çka thamë? Këto kënd i unazës së benzenit përmbahet prej karbon dhe hidrogen. Elektrofile. Këtë rast është brom. Pra në vend të elektrofiles, vendosëm bromin. Pra si katalizator bromi, këtë rast tetra bromuri i hekurit, si jon negativ. Duke reagu pra me bromin në unazën e benzenit. Çka tha? Produkti është brom benzeni. Çfarë të tjetër hidrogeni i cili lirohet, pra shkutët, e zën vendin bromin, acidi bromhidrik. Hekuri si katalizator. 3 bromuri i hekurit. Pra të thotë reakcion i substituimit me prezencën e katalizatorit, reakcioni i tillë quhet pra halogenim. Tjetër reakcion përmendëm nitrimi. Çka kuptojmë me nitrim? Kuptojmë kur benzeni reagon me acid nitrik, me prezencën e acidit sulfurik duke përfituar Nitrobenzenin. Pra edhe acidi nitrik reagon me unazën e benzenit, në benzen. Përfitor nitrobenzeni, si elektrofile është grupi nitril ose nitro, si kam përmend, dhe se kryesisht atakimi unazës është në pozitën 2.
vepër në infrash që ka shkuar në vitin 1890. Në këtë vepër për mbledhen ka shkuar me motiv patriotik, motiv erotik, social, motiv filozofik fetar dhe motiv intim. Mirë, cilat janë ato poezit që hasën këtë përmbledhje poetike me motiv patriotik? Poezit të cilat hasin në këtë vepër me motiv patriotik janë Gjuha e Jon, Borqa, Trafetorët, Shkëndjet janë ndaj Manoshaqës, dhe janë poezit shprej dhe përse. Të zëmë poezia Korçë. Që ja van titullën ai poezisë Korçës? Çfarë kishte ndodhur në Korçë që ai ja kushton këtë poezi mu Korçës? Ato poeti e kushton Korçës sepse në Korçë ishte hapur shkolla e parë shqipe. Në cilën vit? Në vitin 1887. Po shkolla e parë shqipe herë parë ndër shqiptarësh dhe hapur në vitin 1887. E përfshirë kësaj ngjarje historike dhe kulturore që konsiderojnë të naimi të këtë poezia kushton Korçës. A din di kushtare që të poezi? E përveç përmbledhjes poetike Lulët e Verës, cilat janë vepra tjera në një? Vepra tjera në një poshit janë histori e Skënderbeut, bagëtie bujqësi, parojsa dhe filmat baroke, Shërbeloja e tjera. Një në poemën Bashkë e Bujqësi, kur është votuar, në cilin vend është votuar dhe cili motiv, cili shkak e syte frymëzën inspiron poetin për ta shuar këtë. Bashkë e Bujqësi u votuar në 1886 dhe u votua në Bukuresht në shtypshmërinë e revistës Drita. Kujt ja kushton poeti kështu përkushtimisht? Kujt ja kushton këtë? Ja kushton Anastas Gjoqës, i cili ishte kryetore i kësaj reviste dhe të rrit dhe ai këtë pasurinë e vet e shkrin për çështjen e atë. Mirë, kjo është ai motivi jashtë letrar, ai motivi letrar, pse e shtuan në një, pse e shtuan për ty? Çfarë ndodhte me shqiptarët në këtë periudhë në Shqipëri? Ku shkonin ata? Shqiptarët në këtë kohë shpërnguleshin në Turqi. Dhe pjesët e vuse atyre që shpërnguleshin e harronin Shqipëri, disa dhe e shanin dhe u vinin turp se ishin shqiptarë. E Naimi në poemën Bashkë e Bujqësi, përkundazi e ka për krenari pse Shqipëri me emën shqiptar, si zemër magatove me plot dashuri e zjarë. mirë, kush dëmtare si taj një pjesë Bashkë e Bujqësi? Bashkë e Bujqësi, o manet e Shqipërisë dhe ju o lisat të gjatë, pushat të gjëra me lule që kam dërmend ditë e natë. Ju bregore bukuroshe, ju lumet të kulluar, quka kodra brinje gërgje e pyet të gjelbruar. Do këndoj bagatin që mbani o shqeni, o të vendetit të bëkuar, ju me nderje ma dhe prejni. Ti Shqipëri më ep nder, më ep emrin shqipëtar, zemrën ti ma gatove me plot dëshirë dhe me zjarë. Shqipëri o mama ime, ndonë se jam i mërguar, dashurim tënë të zemra kur se ka harruar. Kur të gjonë zëtin e sëmës, që shëlen që në gjikopen, vlegërim 2-3 herë edhe ikën e mërdhen. Edhe na prepshin udhën 20-30 vetë e ti veta trembi na i skthejet për shkon në mes të shigjet. Ashtu dhe kjo zemra ime më lëngtu të kjo mua, vjen me vrap me dëshirë atje ndërvisët e tua. Tek buron ujtë e ftoft edhe pryn veriu në verë, tek mbin lulje me gaz me shumë bukuri dhe me erë. Ku pryn bariu që rast të kullosin bagatia, ku mërzen qapi me zile, atje janë mente mia. Atje lind dielli qeshur edhe hana e gëzuar. Fati bardh i mirësis në ato vend është mbuluar. Natë atje është tjetër natë dhe dita është tjetër ditë. Në pyet të gjelbruar atje rrin përëndik. Ja. Kimia analitike, çka kemi mësuar? Hajde në shatë. Në orën e fundit nga kimia analitike kemi mësuar grupi 3 analitik. Ky grup
në grupin e 3A dhe grupin e 3B. Mirë. Pra ata në gjati që kationet e grupit 3 ndahen në dy nëngrupe. Në grupin e 3A, respektivisht në grupin e 3B. Kush më të regon në grupin e 3A, cilat kationet bëjnë pjesë? Hajde Gjelane. Në grupin e 3A bëjnë pjesë hekuri 2+, hekuri 3+, alumini 3+, dhe kromi 5+. Mirë. Dikush tjetër, nëse kishme në thënë, cili është reagent grupor për identifikimin e kationeve të grupit të 3A analitik. Hajde që? Për grupin e 3A analitik, si reagent grupor është hidroksidi amonit. Pra është hidroksidi amonit në prezencë të Klorurit të amonit. klorurit amonit. Mirë. Hajde në grupin e 3B, cilat katione bëjnë pjesë? Hajde të një nesë. Në grupin e 3B bën pjesë nikeli, kromi, magnezi dhe zingu. Dhe, mirë. Marës sërish u gjendë një krizë të rëndë ekonomike dhe sociale. Krizë e cila e bën të edhe më tepër të padorueshme jetën e popujve të nënshtruar e me këtë edhe të popujve të Ballkanit. Për këtë arsye, popujt e Ballkanit u ngritën në kryengritje kundër kësaj perandorie. Në thana të tilla, kjo kryengritje u reflektua edhe tek shqiptarët. Në këtë periudhë, fuqitë të mëdha do të vinë për të siguruar edhe kërkuar që popujve të Ballkanit të garantohen lirit. Në thanat të tilla, Rusia cariste perandorisë Osmanit ja imponon traktatin e paqes së Shën Stefanit. Në këtë kohë, traktati i paqes së Shën Stefanit i cungoi edhe territoret shqiptare. Prandaj patriotët shqiptarë që jetonin dhe vepronin në Stamboll kishin formuar më herët Komitetin për mbrojtjen e drejtave të kombit shqiptar. Kush e formoi këtë komitet? Këtë komitet e formoi Abdul Frashëri, Samir Frashëri, Pashko Vasa, Zia Prishtina e tjerë. Mirë. Pasi fuqitë e mëdha ishin të pakënaqura që traktati i Shën Stefanit u shndrua nga ana e Rusisë cariste e shndroi perandorin Osmane në lodër në duar të saj, kërkuan që të bëhet revizimi i kësaj paqe. Të thirrën Kongresin e Berlinit. Çka ndërmarrën shqiptarët në pragë të Kongresit të Berlinit për të paraqitur kërkesat e tyre në këtë kongres. Të marrim që të formojnë lidhje në pragë të Kongresit të Berlinit, të formojnë lidhje shqiptarët prezent me edhe qëshornimit të shënshtatën të që sa në me trave që përmban të Kongresit të Berlinit të ta të më parë formojnë lidhje. Problemi që të të pasionë sot. Se shkolla shqipit që nga bindja saj apo në konsumë me anglisht që kanë tentuar gjithua konsumuar gjithua që ka shuar në shkollë shqipit si burim një nërgjegjeve dhe tje për qështjit e identitetit shqiptarët. Me gjitha të ajo kanë bjetuar për gjitha tyre për pjekën të tuaj që ka shuar ka bjetuar që nga koha të më të nështë adjenësë, që ka zëmë sa djeni notën e bekush vëllur, cili në zëmër gjërësi, pasi pushteti sëtë ka mbyllë shkollën shqipe, ka uzurpu lokalet tona, cilat i jetuar në pjesën tonë, bekush vëllur, që se bata bekush, e ka lëshuar me zëmër gjërësi notën e kretë, e ka shëndruar në shkollë, ku edhe ne, edhe fëmijët tanë, edhe nxënësit tanë, në një familje po mundohen ta përveçojnë atë ditorit në sa mundësi që kemi këto kushte kolore. Bile, nësa po ndërgjua Ismet, edhe qashtja materiale,
Është i parë që gravitojmë shkollën fillore, atë nesë në kushët me Azia. Çështja është gjithë edhe janë gjendje bashkëpunëtorë të Krushës, çdo gjatë japin për shkollë, do të thotë se jenë bashkë pjesëmarrës këtë fatkeqësi gjithësisht, këtë fatë është dhe një ndjenjë e krenarisë që ndihmojsh shkollën do të thotë ta mbrojtësh qenien tonë kombëtare. Jo vetëm kjo shtëpi krushore që e ka shtuar shtëpinë Odën, e ka shndruar shkollën. Por edhe në ditët e mëparshme kemë punu në 3 oda tjera, ndërsa pas kësaj ode do të kalojmë edhe tek familjet tjera kushane, se në një mënyrë bëjnë garë edhe ndinë si nder që çdo kush ta nderojnë edhe një kohë caktuar shtëpinë ta shndron në shkollë. Edhe në këto kurse në këtë shekull e 20, pra pushtetmbajtësit po na tregojnë që të zhvillojmë mësimin atje ku duhet, pra në shkollat tona që kemi ndërtuar me djeshtën tonë, me djeshtën e prindërve tanë e tjera. Edhe një dëshmi që sot pra në këto shumica prej nesh nuk kemi tekste mësimore të mjaftueshme për të filluar pra mësimin sikurse këndon. Sot ne do të punojmë pra një mësim të ri to the notebooks. Shënoni pra në fletore titullet. I'm going to read twice to you the lesson. You just read, just listen, don't read anything. Put down your pens and just listen to me. Agim's illness. Did Agim take the cough mixture or not? Agim was not feeling well. He was down with a cold. His mother phoned his poor master. She informed him about Agim's illness. The poor master wished him a speedy recovery. His school friends promised to come and see him. The doctor came to examine him. He prescribed some cough mixture. His sister was sent to the chemist to fetch it. The mixture was very unpleasant because it had a bad smell. Agim was supposed to take it 3 times a day. The following day, the doctor came to see his patient. "You look much better today," he said, smiling at Agim as he entered the room. "Yes, I followed the direction on the medicine bottle." "What were they?" "Keep the bottle tightly closed." A doni edhe një herë të lexoja, po është të mjaftueshme. Nëse s'keni ndonjë pyetje, atëherë fillojmë me leximin tuaj. Who is going to read? Yes, you, Chazin. Agim's illness. Agim was not feeling well. He was down with a cold. His mother phoned for his poor master. She informed him about Agim's illness. The poor master wished it a speedy recovery. His school friends promised to come and see him. Enough, thank you. Another one? The doctor came to examine him. He prescribed some cough mixture. His sister was sent to the chemist to fetch it. The mixture was very unpleasant because it had a bad smell. Agim was supposed to take it 8 times a day. That's enough, thank you. Another one? You? The following day, the doctor came to see his patient. "You look much better today," he said, smiling at Agim as he entered the room. "Yes, I followed the direction on the medicine bottle. What were they?" "Keep the bottle tightly closed." Yes, thank you. Enough for reading. Now we'll do some exercises. Whom did Agim's mother phone? He phoned to his poor master. Okay. What did she inform him about? Yes? He
informing about Agim's illness. Agim's illness. Thank you. What did the formaster wish Agim? The formaster wished him a speedy recovery. Speedy recovery. Thank you. Who promised to come and see Agim? Who promised? Yes? His school friend. Friends promised to see him. Come see him. To come and see him. Who came to examine him? You? The doctor came to examine him. Yes. What did he prescribe? Listen. He prescribed some cold mixture. Yes. Who went to the chemist? Another one? You? His sister was sent to chemist to fetch it. To fetch it. What made the mixture very unpleasant? It? Shukri? Because it had a bad smell. Bad smell, yes. Thank you. How many times a day was Agim supposed to take it? Shazim? Agim's supposed to take it 3 times a day. Yes. When did the doctor come again? Yes. The following day, the doctor comes to see the doctor came to see his patient. Okay. What did Agim look like that day? You? You, yes? Like much better today. He looks like much better that day. Okay. Where did Agim read the directions? Where did? On the medicine bottle, yes? How was he supposed to keep the bottle? Another one? Peter? You? He said to keep the bottle? To keep the bottle tightly closed. Okay. Why couldn't Agim go to school? Why couldn't Agim go to school? Because he was ill. He was ill. He says some more. When did his mother phone his master? Yeah? The mother ordered his formaster with Agim not feeling well. Because Agim was not feeling well. Why did his school friends promise to come? Përse shokët e klasës kërkuan të vinë dhe ta shohen? Because he was not feeling well. Nuk gjej mirë. Why did they call the doctor? They called the doctor to examine him. Okay. Why did his sister go to the chemist? To fetch? To fetch the cough mixture. Shka me dojnë, shka është cough mixture? Shka kemi të? The cough mixture është shumë. Mirë, a keni ndonjë fjalë të panjohur? Keni unknown word që nuk I dini pa? Tjetër? Arme pyetje? Keep the bottle tightly closed. Keep the bottle tightly closed. Pra është një idiom, një shprehje frazeologjike që do thotë mbane shishën mbyllur, pra shtrëngueshëm. Mos e hapni se keni parë se nëse lëm shishet në zet afër shporezit, atëre prishet pra shurupi, prishen barnat. Kështu që duhet të mbanë mbyll dhe në vende të errëta. Tjetër gjatë? Yes? Not very well. Si? What very late. Very late. What were they? Në partën tjetër. What were they? Që ishin ato? Do të thotë për ato fjalë që I ka lexuar në
në